Doja shumë që të mirë kuptoja, po nuk e mirë kuptoj do të palën tjetër, kur përpishet kaq fort, nga që është sigurisht e mërzitur, se nuk janë ata që po drejtojnë procesin e Bashkimit Evropian, dhe sa herë që ka një arritje të vendit tonë, për sa i përket Bashkimit Evropian, përpishen maksimalisht me çdo armë dhe me çdo mjet që kanë në dispozicion, që t'i ndryshojnë gjërat. Ndërkohë që unë dhe kolegu Taulanti ishim atje bashkë për të përpjekur dhe për të vënë në vend imazhin e Shqipërisë me fakte që qëndrojnë shumë herë më të forta se sa gënjeshtrat që përcillen qoftë atje në shesh, qoftë këtu në parlament, dhe faktet qëndrojnë për çdo që e lexon atë email që ne kemi dërguar. Ne i qëndrojmë pas emailit, jemi krenar për punën që kemi bërë, dhe sa për të qenë qartë, për ata që nuk kanë pasur mundësinë që t'i lexojnë amendamentet, në fakt ishin 13 amendamente, nga cilat 11 ran poshtë i nderuar. Dhe përsa i përket amendamentit 4, që ju cituat në mënyrë për të krijuar dizinformim, ai është një amendament që në fakt u rrëzua dhe ishte amendamenti që përmendte me emra konkret njerëz të çfarëdoshëm. Kështu që ju lutem, kur përpiqeni të informoni qytetarët, mbani parasysh që diku do gjykoheni për ato që thoni, dhe sigurisht që gjykoheni në zgjedhje, atje ku Partia Socialiste ka fituar betejë pas beteje, siç do vazhdojë që të fitojë. Kështu që bëhuni bashkë për të mirën e qytetarëve shqiptar, sepse Bashkimi Evropian është aty për gjithë ne. Është dhe për PD-n, është edhe për PS-n, i nderuar koleg. Faleminderit.